Kardiologu jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga ato ushqime, shkaktojnë atak në zemër. Fakti që ushqime ndikojnë në organizëm si asgjë tjetër tashmë është i njohur. Dieta e përditshme dhe stili i jetesës mund të bëhen shkak për problemet dhe për shëndetin tuaj. Ndonse ushqimet të cilat bëjnë dëm zakonisht mundemi t'i evitojmë, shumë prej tyre qëndrojnë ende në tavolinën tuaj dhe gjithashtu mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Prandaj në këtë video, sipas American Heart Association, do ju tregojmë cilat janë ushqimet që duhet t'i zvendësoni ose t'i evitoni nga dieta juaj, pasi mund të rrezikojnë ndjeshëm shëndetin e zemrës nëse i konsumoni ato në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprerë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaku kryesor i vdekjeve në botë. Mbi 80% të rasteve lidhen me stilin e jetesës dhe ushqimet jo të shëndetshme. Kardiologët thonë se zemra nuk sëmurret papritur, ajo dëmtohet gradualisht nga ajo që hamë çdo ditë. Në këtë video do të flasim për ushqimet që konsumohen shpesh, në duke janë normale, por që shkenca i lidh edhe me infarktin, tensionin e lartë dhe bllokimet e arterieve, citon American Heart Association. Këto janë ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj. Buka e bardhë. Ndonse shumë e shijshme dhe kudo gjendur, buka e bardhë mund të kthehet në një problem për zemrën. Kjo pasi gjatë përpunimit, gruri humbet vlerat minimale, fibrat dhe yndyrnat e shëndetshme. Kështu, farat e saj mund të jenë të dobta në ushqyes, pra buka e bardhë mund të shtojë më shumë problemet e shëndetit tuaj kardiovaskular, duke u kthyer në një kërcënim për shëndetin dhe të gjithë organizmin. Ekspertët këshillojnë konsumin e drithrave të plota në vend të bukës së bardhë. Një tjetër produkt që ndikon negativisht në shëndetin tuaj të zemrës nëse konsumohet vazhdimisht gjatë ditës edhe në sasi të mëdha është margarina. Margarina shpesh cilësohet si zvendësuesja e gjalpit në gatime të ndryshme. Gjithsesi, pavarësisht shijes së ngjashme me gjalpin, margarina është një ushqim që ka prejardhje kimike. Pra ndodhet me përzierje të yndyrnave jo të shëndetshme të cilat mund të shkaktojnë një sër sëmundjesh. Zemra juaj mund të rrezikohet nga sëmundje si kolesteroli i lartë ose bllokimi i arterieve. Në dietën tuaj evitoni konsumin e ushqimeve të përpunuara, siç është mishi i përpunuar, siç janë salçiçet, prosciuta e të tjera. Mishi i procesuar si sallami, salçiçet dhe yndyrshme mund të jenë një kërcënim i vërtet për shëndetin e zemrës. Duke qenë të përpunuara këto lloje të ushqimeve humbasin shumë vlera gjatë saj dhe janë të mbushura me kripra jo të shëndetshme. Në këtë mënyrë, ndihmojnë organizmin të zhvillojë një sër sëmundjesh kardiovaskulare. Ndaj evitoni mishin e procesuar. Në dietën tuaj reduktoni sasinë e djathit që konsumoni. Megjithse djathi është i rekomanduar dhe i nevojshëm për shkak të probiotikëve që përmban, jo të gjitha llojet e djathrave janë të shëndetshëm për ju. Mjekët rekomandojnë evitimin e plotë të djathrave të përpunuar me origjinë jo natyrale dhe organike. Përmendim këtu atë që njihet si djathi i picave, i cili nëse konsumohet në sasi të mëdha, mund t'ju shfaqë një sër sëmundjesh serioze. Evitoni nga dieta juaj ëmbëlsirat. Siç edhe dihet, sheqeri është një prej armiqve më të mëdhenj të shëndetit, por jo vetëm që u ekspozon ndaj sëmundjeve kronike si diabeti, por ndikon negativisht edhe te shëndeti i zemrës suaj. Sheqeri gjendet veçanërisht te ëmbëlsirat, të cilat janë të pasura me gjalp, vaj, miell ose vezë. Ky kombinim, sado i shijshëm mund të duket, është një kërcënim vërtet i madh për shëndetin tuaj të zemrës dhe duhet të jeni të kujdesshëm me përdorimin e saj. Mishrat e përpunuar. Sallami, suxhuk, prosciutto, hot doge dhe mishi i tymosur janë të dëmshme për shëndetin kardiovaskular. Mishrat e përpunuar përmbajnë sasi të lartë të natriumit, yndyrna të ngopura, nitrite dhe nitrate. Por çfarë ndodh me trupin tuaj kur i konsumoni ato për një kohë të gjatë dhe në sasi të mëdha? Kripa do të rrisë presionin e gjakut. Yndyra e ngopur rrit kolesterolin LDL. Nitritet dëmtojnë shtresën e brendshme të enëve të gjakut. Gjithashtu,
Do të keni arterje më të ngushta, qarkullim të dobët të gjakut dhe rrezik të shtuar për infarkt dhe goditje në tru. Studimet, sipas American Heart Association, tregojnë se konsumi i rregullt i mishrave të përpunuar rrit ndjeshëm riskun për sëmundjet kardiovaskulare. Mos konsumoni ushqime të skuqura dhe fast foodet, si patatet e skuqura, hamburger industrial dhe pula e skuqur në tepër vaj. Problemet kryesore të ushqimeve të skuqura janë yndyra trans, vajrat e nxehtë të të oksiduar, kolesterol të lartë dhe pavlera ushqyese. Por çfarë i bëjnë zemrës suaj ushqimet e skuqura dhe fast foodet? Ato do të rrisin edhe inflamacionin kronik, ulin kolesterolin e mirë, rrisin kolesterolin e keq duke krijuar formimin e pllakave yndyrore në arterje, arteriosklerozë dhe rritje të riskut të infarktit. Fast foodi është një nga faktorët kryesorë të lidhur me obezitetin dhe sëmundjet e zemrës, citon American Heart Association. Pijet e gazuara dhe sheqeri i tepërt mund të ndikojë në shëndetin e zemrës. Pijet që kanë sheqer dhe gaz mund të përmbajnë për mbi 10 lugë me sheqer. Ato ndikojnë te rritja e nivelit të insulinës, shkaktojnë rezistencën e insulinës dhe çojnë në shtimin e peshës dhe diabetin e tipit 2. Ato mund të çojnë në rritje të presionit të gjakut, dëmtim të enëve të gjakut, risk të lartë për infarkt. Edhe pijet dietike lidhen me problemet kardiometabolike për shkaktimin e ndikimit të dëmshëm në metabolizëm dhe krijimin e komplikacioneve të shëndetit tuaj të zemrës. Ëmbëlsira dhe produktet industriale mund të shkaktojnë probleme me shëndetin tuaj kardiak. Keku, biskotat, gjithashtu croissant dhe donuts mund të ndikojnë në shëndetin tuaj të zemrës. Ai është një kombinim i dëmshëm i miellit të bardhë, sheqerit të rafinuar dhe yndyrnave trans, të cilat kombinuara së bashku mund të shkaktojnë pasoja për zemrën si inflamacione të vazhdueshme, rritje të kolesterolit, dëmtim të arterieve koronare. Organizata shëndetësore i konsiderojnë yndyrat trans si një nga yndyrat më të dëmshme për shëndetin e zemrës, dhe nëse jeni të rrezikuar nga këto shqetësime, tregoni të kujdesshëm me konsumin e tyre, citon European Heart Journal. Në dietën tuaj gjithashtu duhet të evitoni edhe kripën, pasi është armiku kryesor dhe i padiskutueshëm i shëndetit të zemrës. Reduktojeni ose zvendësojeni atë me erëza. Shumica e njerëzve konsumojnë më shumë krip se sa duhet. Rekomandimi është jo më shumë se 5 gram në ditë, dhe konsumi real është mbi 10 deri në 12 gram në ditë. Kripa e tepërt në shëndetin tuaj mund të rrisë hipertensionin, të trashë muret e zemrës, të rrisë riskun për insuficiencë kardiake. Shumë krip vjen nga ushqimet e përpunuara, jo nga ajo që shtojmë vetë. Prandaj, tregoni të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në dietën tuaj, pasi mund të ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj. Por çfarë rekomandojnë kardiologët për një shëndet të mirë të zemrës? Ushqime të thjeshta, natyrale dhe të qëndrueshme, të tilla si perimet dhe frutat e freskëta çdo ditë, vajin e ullirit ekstra të virgjër, peshkun e pasur me omega 3, arrat dhe farat, gjithashtu edhe drithrat integrale. Dieta mesdhetare lidhet me uljen e infarktit, uljen e tensionit dhe një jetë të gjatë dhe më cilësore. Sipas ekspertëve të American Heart Association, ju duhet të tregoni të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi çdo ushqim i keq nuk do të ndikojë vetëm për shëndetin e zemrës, por edhe për të gjithë shëndetin tuaj. Zemra nuk ka zë, por reagon ndaj çdo zgjedhje që bëjmë çdo ditë. Nuk kërkohet perfekcion, kërkohet ndërgjegjësi. Kujdesuni për zemrën sot në mënyrë që të mos pendoheni nesër. Zgjidhni ushqimet e duhura të cilat do ju ndikojnë pozitivisht në shëndetin e zemrës. Sipas European Society of Cardiology, duhet të tregoheni të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në shportën e ushqimeve të përditshme, pasi secila prej tyre mund të ketë ndikime nga më të ndryshmet për shëndetin e zemrës. Kujdesuni të pasuroni dietën tuaj dhe të evitoni ushqime të cilat kanë efekte negative për shëndetin kardiovaskular. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.